Mos u merr me ata të tjerë që ki anash apo që ki mrapa. Edhe pengesat janë në rrugë. Pengesat janë në rrugë. Mos u frikso. Mos u frikso prej pengesave. Mos u frikso prej atyne të këqive dhe keqbërësve që mundohen me na bën neve keq. Qofshin ata njerëzit, qofshin gjenët apo qofshin shejtanët e mallkuar. Ti dije dhe kjo duhet të jetë bindja jote. Ky duhet të jetë besimi yt në Zotin një. Se krejt sikur të mblidhen në një vend, që ka thonë Allahu Teala në hadithin kutsi, sikur të mblidhen njerëzit edhe gjenët së bashku në një hapësirë, në një vend, dhe mundohen me ta bën të keqe që unë nuk ta kam caktu ty o robim, nuk munden me ta bën, nuk munden me të dëmtuar. Sikur njerëzit edhe gjenët të mblidhen bashkë në një vend, edhe të mundohen me ta bën të mirë, të cilën nuk ta kam caktu unë, nuk ka me ardha e mirë o robim. Kështu Allahu Teala e përmend. Andaj pra dije se ndihme Allahut është me kënë, me ata të cilët e ndihmojnë kënë fejnë Allahu te bareke ve taala. Dhe Allah nuk ka nevojë fare për ndihmën tonë, mirë po dënë me na pa neve ka jemi pozicionuar. Dënë me na pa Allahu Teala ka jemi pozicionuar. Qysh e kena njetin, edhe pse Zoti i din jetën tona më mirë se ne. Po dënë ti me shfaq ato që e ki brenda. Po shfaqet një e mirë dhe një e keqe. Po manifestohet një e mirë dhe një e keqe. Allah po dënë ty me të pa, ka po pozicionuash, o robim. Nuk do të me nejt indiferent ndaj të këqijave. Po çka do të me i luftu, me i largu të këqijat, ashtë sa kemi mundësi. Edhe me qenë i ftoft, edhe indiferent edhe ndaj punëve të mira, me thonë, mirë që po boj njerëzit, po nësë po pozicionona. Pozicionon me të mirët, edhe ec me të mirët. Allahu Teala ka premtuar, dhe premtimi Allahut është hak. Në qoftë se ne e ndihmojmë fenë e Allahut, askush nuk ka mundësi me na mposhtë. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Nëse Allahu jo ndihmon juve, nuk ka njeri, nuk ka krijes që mundet me ju mund, nuk ka krijes që mundet juve me ju mposhtë. Kjo është akidja, kjo është besimi besimtarit musliman. Pra nëse Allah ndihmon ty, edhe ajo ndihmë është e premtuar, dhe premtimi i Allahut nuk kthehet inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu nuk e them premtimin. E ka thonë që ka me ndihmu besimtarët, ka me ndihmua. Amo ti shfaqat ndihmën tënde në të fuqin tënde të vogël që e kije, në të mundësin tënde. Pozicionohu ka e mira edhe e mbara. Muslimani nuk duhet të likshtohet. Muslimani nuk duhet të pikëllohet. Muslimani nuk duhet të dëshpërohet për të kaluamën ndoshta jo të mirë të muslimanëve. Sepse nëse likshtohemi, nëse pikëllohemi, nëse mërzitemi, nëse jemi pesimist në jetë, atëherë çka? Shkon forca, shkon fuqia, edhe shkon kush? Shkon këto e përgatitja që kemi bë për një kohë të gjatë. Shkojnë huq. Për ata Allahu te bareke ve taala thot: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u likshtani. Mos u likshtani. E mos u pikëlloni. Se ju çdo herë jeni më të lartit. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ju jeni më të lartit. Kur jena më të lartit? Nëse jeni besimtar të vërtet, nëse jeni besimtar të sinqert. Krejt ju kishit me thonë, se bre vlla, na jemi këtu besimtar. A besoni diçka vllazni që është goxha dëshpëruese, edhe shqetësuese është. Njëri shkon në xhami, edhe dëgjon ligjëruesin duke fol për ditën e gjykimit, po e zon. Ose për xhenetin edhe xhenemin, edhe duke dalë për xhamis, çka thot? Jo këtu po ndodhe për xhamia të Kosovës. Po ku pe din hoxha Allah ile mos akona atje xhenetin me pa, je i kështu, je i ashtu. Ku pe din hoxha xhenemi çu shosh, mos e ka provuar zjarrin e xhenemit, stakfurullah. Para mendo dyshon një shtyll për shtyllave të imanit. Dita kiametit, pse ku e kanë pa këta, si film është dita kiametit.